Personat që pinë kafe turke duhet urgjent ta dëgjojnë në këtë. Do befasuheni. Çdo ditë kafeja bashkon familjen, shoqërinë dhe kolegët. Historia e kafes turke daton që prej shekullit të 15, por edhe sot kësaj dite ajo krijon kujtime dhe histori të cilat na bashkojnë çdo ditë. Ata e pimë shpesh, por shumë prej nesh nuk e dimë se si ta përgatisim si duhet. Në këtë video do të zbulojmë sekretin. Bëni kombinimet e përbërësve të duhur. Përbërësit bazë të kafes turke janë kafe, ujë dhe sheqer. Kafeja turke përgatitet në xhezve. Thjesht mbusheni me ujë xhezven, kombinoheni kafen me sasinë e dëshiruar të sheqerit në xhezve dhe përzieni bashkë për të kombinuar të gjithë përbërësit. Përzieni përbërësit së bashku me një lugë. Pas përzierjes, prisni derisa kafeja të fillojë të vlojë. Ju do të dëshironi që uji të vlojë, kështu që do të ndryshojë aromën e kafes dhe do të shkatërrojë edhe shkumën që dëshironi të shikoni. Është e rëndësishme ta përgatisni me ujë të ftohtë.